Sigurisht unë pajtohem se gjendja e saj është rënduar dhe kjo është shumë e kuptueshme dhe kjo sigurisht si thua neglizhenca e madhe e prokurorisë vetëm sa e shton dozën e saj. Mirë po ne unë si gazetar duhet shpreh edhe atë që flitet pra jam si të thosh një urë komunikuese mes të qytetarëve dhe atyre dhe pra raporti zyrtar. Pra ona qytetarëve gjithë njerëz cilët i kanë lind të dyshime, keq interpretime, keq kuptime janë pikërisht pra për arsye të cilat i ceka më herët çdo këto faktin që edhe prokuroria është duke neglizhuar shumë këtë rast, duke i dhënë si thua edhe hapësirë të shumta spekulimeve të ndryshme. Mirë po është shumë e rëndësishme edhe për vetë rinën, po edhe për opinionin publik, por mbi gjitha për familjen e festimit, që ky rast sa më shpejt të përmbyllet dhe prokuroria të dalë me një verdikt zyrtar se vdekja e tij a është vrasja e ka qenë një person i tretë i cili supozohet që ka mundur të jetë për të i përfshirë. Deri më tani nuk ka diçka fillestare, mirë po këto janë thjesht dyshime të cilat duhet pastrohen me një vendim të prokurorisë.